Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Ajo Podcast, një hapësirë lirie për gratë, e ndërtuar nga gratë. Kur themi këtë përkufizim për Ajo Podcast, nuk duam të anashkalojmë ose të nënvlerësojmë të gjitha podcastet e tjera që janë hapur në media tona, nuk kemi në konkurrencë me askënd. Kjo hapësirë ka vend për cilin do, madje i përshëndesim çdo hapësirë lirie që krijohet në media tona për të treguar historitë e të përditshmes. Veçantia e këtij podcasti qëndron në faktin se ne e kemi menduar më shumë si një platformë sesa si një podcast, sepse duke menduar që të tregojmë historitë e të gjitha grave, nuk mjafton as një cikël podcastes, as 2, as 100. E rëndësishme është të fillojmë të flasim dhe kemi filluar nga gocat e media, sepse ne mendojmë që ato edhe pse punojnë në media nuk e kanë hapësirën e nevojshme ose të mjaftueshme për të treguar historitë e tyre. E kemi filluar me vajzat e sociales, të cilat janë ato që janë më të padukshme në një media që është e mbizotruar nga politika dhe nga raportimi i krimit apo kronikës së zezë, dhe sot do të flasim për një deg tjetër të gazetarisë e cila mund të konsiderohet si hirushja e gazetarisë, flasim për gazetarët e ekonomisë. Dhe ajo që prezantoj sot është ndër ato vajza të cilat e kanë hapur këtë si parë, përpara më shumë se 20 vitesh, me një titull e cila duke se sfidonte këtë narrativën e përgjithshme që gazetaria bëhet vetëm për politikën. Emisioni quhet Të bësh ekonomi dhe ajo është Aurora Sulçe. Aurora, mirë se erdhe. Kënaqësi Valbona, shumë faleminderit për ftesën. Nuk ka konflikt interesi, pavarësisht se unë quhem Valbona Sulçe dhe ti je Aurora Sulçe, por ka një dellë që na bashkon edhe unë nuk do ta harroj momentin kur ti erdhe për herë të parë në televizionin Arbëria ku unë punoja dhe mu prezantove si unë jam kushëryra jote dhe si duket unë do kem qenë e zënë me gjërat Ta kuptoj, tani ta kuptoj atë moment. Nuk të dha moment. shumë entuziazëm sa që ti isha ankuar tek pisi që po si ftohtë më priti ajo Valbona. Unë jam shumë e kënaqur që ti je tashmë një emër i afirmuar në gazetarinë shqiptare dhe besoj që hyn ndër ato gazetare të cilat mund t'i konsiderojmë BMW, por jo me makinat, të bëra vet. A mund ta fillojmë çfarë të solli ty te gazetaria dhe posaçërisht te gazetaria e ekonomisë? Është interesante në fakt Valbona rrugtimi im. Unë kam dashur gjithmonë të besha gazetare. Që e vogël, që kur i më sillte librat e Oriana Falachit, nga trajnimet që bënte në Itali, në versionin italian dhe unë i lexoja. Dhe ka qenë Oriana Falaçi që më ka frymëzuar mua për gazetarinë. Unë lexoja, bëja, kam qenë nxënëse ekselente, por me prirjen gjithmonë te pjesa e letërsisë, edhe pse në matematikë isha shumë mirë. Pas vdekjes së sime mëje i ma donte që unë të vazhdoja mjekësinë, si ajo, gjë që unë nuk e pëlqeja, dhe gjetëm një kompromis për të bërë psikologjinë. Dhe mora një ndër degët më të preferuar në atë kohë që ishte psikologji klinike. Por që në momentin që nisa, unë e dija që nuk do besha kur psikologe. Dhe vazhdoj, unë futem në natyrat që pasione dhe ëndrat e mia i ndjek, sepse besoj fort që njerëzit pa ëndra dhe pa pasione nuk jetojnë, nuk marrin frymë. Mund të mbijetojnë, po jo të jetojnë. Dhe me veten time ndava, unë do besha gazetare, do i plotsoja timeti dëshirën, siç e bëra që për 4 vite vazhdova psikologji klinike, mbarova shkëlqyshëm me mesatare mbi 9, po kur nuk u bëra psikologe. Dhe kur ne jemi takuar bashk, kanë qenë diku te vitet 2000, po, unë bëra një provë në atë kohë, kërkoi te Telearbëria për gazetarët e rinj, për themi prezantuesit e rinj. Po. Dhe unë bëj një provë dhe Romir Zalla, që ka qenë regjizori i emisionit në atë kohë, më ka pranuar me një herë dhe ishte çudi për të, për shkak të lirshmërisë që unë flisja, dëshirës, fakti që flisja disa gjuhë të huaja në atë kohë, flisja frëngjisht, italisht shumë mirë, duke qenë pak frankofone, anglishten e kisha refuzuar gjithmonë, por pastaj le të themi situatat na detyruan që edhe ta përdorim. Histori e ngjashme. Unë jam frankofone, domethënë tërhiqem nga frëngjisht dhe italishtja. Dhe me njëherë fillova, i më mori dhe më tha të nesër me ti në transmetim live, është e jashtëzakonshme, thamë qasje që ti ke. Dhe fillova pjesën e prezantimit në atë rolin modest që mund të kishim, por për një vajzë 18 vjeçare që vinte nga Vlora në Tiranë pa mbështetje ishte shumë. Por unë nuk doja këtë. Domethënë, kur nuk e kam dashur dhe kam parë ekranin apo gazetarinë të lidhur me famën, unë nuk doja famën. Unë doja të besha gazetare. Dhe
duke qenë fëmijët e parë që dinim në ekran, esim rrugës, bashkëmoshatarët na dallonin, kur unë shkoja në Vlorë, njerëzit më përqafonin, por nuk ishte kjo. Kam pas gjithmonë një dhunti që besoj kam të induktuar nga i mat, që mos fluturo asnjëherë, mbaj këmbët fort të shtrënguara në tokë. Vetëm ke nevojë për stabilitet, dhe unë e dija që nuk e kisha atë stabilitet. Dhe në atë moment u shkëputa nga një emision, dhe Romiri më ka këshilluar bashkë me Bledi Srakoshën, të lutem, mos e lërkur ekranin, je lindur për këtë gjën. Dhe unë fillova te Gazeta Ekonomia, kërkonte gazetar të rinj për të përkthyer. Dhe unë fillova të përktheja nga italishtja dhe nga frëngjishtja artikujt ekonomik. Dhe më rastisja prodotto interno lordo, produkti brendshëm bruto, dhe nuk e kuptoja. Dhe nuk më dukej çudi që unë ta shkruaja ashtu. Ishte periudha që edhe internet nuk ishte. Ishte periudha që ne edhe kompjuterin ishin të pakta ata që e përdornin. Dhe unë fillova të lexoja çfarë ishte prodotto interno lordo. Dhe krahas librave të psikologjisë, fillova të bëhesha autodidakte në ekonomi. Dhe lexoja çdo gjë që më binte për ekonominë. Kanë qenë vite që unë me 3-4 orë gjumë flija, që bëja paralelisht të dy gjërat. 6 muajt e parë kam punuar pa pagesë. Nuk më interesonin lekët. Më interesonte vetëm që unë të mësoja dhe ndjeja veten shumë me fat që takoja ata gazetarë të cilët dinin një lajme, që kisha aty, edhe për mua ishte një privilegj shumë i madh. Dhe pata njerëz të cilët më mësuan dhe e kuptuan pasionin tim. Një vajzë të vogël që donte të rritej, po të rritej mirë, jo t'i merrte gazetarisë vetëm atë pjesën e bukur, po të kuptonte gazetari në thelb, çfarë ishte gazetari. Dhe për gati 15 vite, 17 vite, unë kam bërë gazetaren e terrenit. Për ditë, me vështirësi të shumta, kur nuk kam thënë jo, nuk kam pyetur, nëse kam punuar me lek, apo kam paguar, kam punuar pa lek. Unë doja vetëm të mësoja. Unë kam kërkuar për 17 vite vetëm shanse në jetë. Duke mos pritur asnjë këmbim, vetëm fakti që më jepej një detyrë, për mua ishte një privilegj. Dhe kam parë gazetarin kështu. Nuk e kam parë asnjëherë as të lidhur me paran, as të lidhur me famën, as të lidhur me networkun. E kam parë si një profesion i cili më jep mua mundësinë që të ndikoj tek njerëzit. Kjo është shumë e rëndësishme. Ti mund të jesh një njerëz shumë i mirë. Ti mund të kesh në dorë të bësh mirë. Por shpesh njerëzit nuk e kanë mundësinë që të ndikojnë. Dhe kur ti ke një hapësirë që e kupton që njerëzit të duan për 1, 2, 3 gjëra që nuk i gjejnë të tjerët, dhe ata zgjedhin atë moment të hapin ekranin për ty, ajo është gjëja që është fat për ty. Që dikush ta harxoj kohën tënde për të parë, unë e konsideroj fat. Kur e ndjeve ti që nga Aurora e ekonomisë u bëre Aurora Sulça? Unë vazhdoj të jem Aurora Ekonomisë, është e çuditshme. Kur dhe nuk ideja me lumë të bëna që jam Aurora Ekonomisë. Sot bëj dhe emisione politike, geopolitike, aktualiteti, po e kam të shenjtat statusin Aurora Ekonomisë. Më është dashur dhe kam luftuar shumë për ta pasur. Kur nisa emisionin të bësh ekonomi në News 24, 15-20 vite më parë, nuk ishte emision ekonomie. Njerëzit thoshin dhe drejtues të mediave, ekonomia nuk shet. Unë isha diku të 30 ca vjeç, 32, 33, dhe isha zëvendës krye redaktore News 24, televizioni më i madh informativ në Shqipëri, që për atë moshë ai status ishte super, kisha bërë studimet pas universitare në ekonomi, sepse doja dhe këtë gjën ta certifikoja, nuk doja të mbetesha, unë i dua shumë librat, unë vazhdoj doktoraturën aktualisht, i dua librat. Mendoj që agota duhet mbushur gjithmonë, nuk duhet ta zbrazësh. Dhe në atë moment nuk donin të ma jepnin emisionin ekonomisë. Thoshin, ekonomia nuk shet, ekonomia nuk bën. Dhe unë e kërkova gati me insistim, gati me dhunë atë gjën. Dhe i thash, kam gjithë të vite që punoj në këtë televizion. Kam fjetur në këtë televizion. Kam qenë si ato macet që kur nuk janë rrëzuar, kanë rënë në këmbë. Ju më detyroheni të ma jepni këtë emision. Në të kundërt, është hera e parë që unë them, largohem nga News 24. Vërtet, deri këtu shkoj. Po, dhe ishte e kërkova largim, dhe nuk kërkova asnjë lek në këmbim. Thash, unë nuk dua rritje rruge. Unë do i mbaj të gjitha detyrat që bëj. Dhe gazetare në ekonomisë, dhe zëvendës krye redaktore, dhe redaktore në fundjavës, sepse kishim mangësi në staf. Ku bazoi optimizmi yt për suksesin e një emisioni ku të tjerët nuk besonin? Sepse ishte një segment tregu që ishte i pazën. Ne themi në ekonomi që tregu ndahet me segmente, sepse çdo segment ka audiencën e vet. Nuk është e rëndësishme që ti futesh dhe do kapësh të gjithë. Jo.
askush, as politika nuk i kap të gjithë. Kush mendon që do dalin në ekran dhe gjithë ata që janë andej do e shikojnë, është utopik, kjo nuk ndodh. Unë doja t'i jepja njerëzve atë që sot mungonte. Kur unë shkoja më pyesni si merret një kredi, njerëzit në atë kohë nuk dinin ta kërkonin një kredi. Nuk dinin çfarë ishin rrogat, nuk dinin çfarë sigurimet. Dhe kjo gjë mua më bëri të kuptoj shqetësimet e tyre, e kuptova që duhet kishte një zë që ti thoshte thjesht. Ekonomia deri në atë kohë bëj në makro, flitet se kërkesa agregate, se madje edhe vetë gazetarët e ekonomisë jam e sigurt në atë periudhë shumica as nuk e dinin se çfarë thoshin. Po flasim ka qenë një periudhë që nuk ka qenë kjo transparencë, ti nuk ishe këto burime informacionit pafundme. Atëherë ishin shumë të pakta, aty te institucionet po të një herojen ishte fat i madh, sepse nuk arrije dot më pasaj te specialistët apo te titullarët. Dhe unë e kuptova që kjo po ishte një sfidë shumë e madhe, sepse askush nuk besonte te kjo gjë. Me thënë, ishte një ëndër gati e pamundur. Kishte bërë Koçokogdhima një eksperiment me gazetën Biznesi, kishte dështuar dhe që të gjithë i referoheshin atij dhe thoshin përderisa dështoi ky që ishte sipërmarrës, kishte ditur të bënte media dhe dështoi, kjo gjë nuk funksionon. Në atë moment unë e kërkova me insistim të gjën. Thash, jo më detyroheni. Kanë qenë dy njerëz që më kanë mbështet. E para ka qenë Indieri Artan Santo, që sapo ishte bërë një nga investitorët, ishte një nga investitorët e News 24-s, dhe ai e kuptonte, plus që më njihte sepse ai njihte gazetarët ekonomisë, që ishte drejtori i Bankës Kursimeve, kishte ndërtuar Skanin, domethënë e dinte këtë pasionin e një pjesë të gazetarëve të ekonomisë. Na kishte parë se si ne punonim. Dhe thash unë dua ta bëj këtë gjë. Ose në të kundërt, kisha një ofertë në atë kohë nga Top Channel, i thash unë do largohem. Top ishte televizioni më i madh informativ në vend. Dhe më tha jo, do bëjmë emision në ekonomisë. Pjesa tjetër investitorëve ishin skeptik. Antona Bileka ishte drejtori i përgjithshëm i lajmeve dhe ai e njihte shumë ekonomi dhe e donte ekonomin. Ky ishte fati tjetër im i madh. Dhe ne nisëm. Pra që nuk punohet vetëm, duhet ekip. Asnjëherë, gjithmonë duhet ekip. Domethënë, sado që ti t'jesh e mirë, po nuk pate ekip, forca është gjithmonë te njerëzit me cilët ti punon. Prandaj për shembull dhe ministrat apo drejtuesit quhen suksesshëm apo quhen menaxher sepse varet nga ekipi që ata krijojnë. Nuk ti nuk punon dot vetëm, është utopi të mendosh që një gazetar mund të bëjë gjithçka vetëm, as tepër në këto nivele. Dhe e nisa në një studio të vogël. Mbaj mend, kanë qenë dy emisione të fuqishme që nisin atëherë. Ka qenë Indieri Arturzhej dhe Reza Xhaxhiu. Atyre u bën studio të mëdha në News 24, me të drejtë, ishin emra të mëdhenj, kishin atë profilin e tyre. Prandaj unë thash, Hirusja një vajzë e vogël, mediave shqiptare, tek të cilët po thuaj se nuk e besonin. Dhe mbaj mend ka përfunduar se lyeri në studio, 2 orë para unë të futesha në transmetim dhe kur futesha brenda muzuri bëja e vajt. Nuk kam përtarë. Sa në reklama më kanë dhënë një çokoladë që të më vinte ngjyra. E kuptoj. Dhe emisioni ka qenë një sukses që i parë. Kam pas ministrin e punëve sociale Spiro Kserën me kandidatin për ministër që ishte Ilir Beqaj, kanë qenë para se socialistët dhe Rama të vinin pushtë e 2013, ta kanë bërë një debat, një sherr të madh, dhe mbaroi emisioni dhe unë isha e mpir bona. Unë nuk dija se çfarë kishte ndodhur. Ata vazhdonin ziheshin dhe unë isha në karige e mikrofonuar dhe nuk lëvizja. Dija vetëm që ajo që kisha menduar nuk ishte kjo. Po tani, në këtë largësi kohore, që ti ke ngjitur shkallët ngadalë deri për të shkuar producente emisioni ekzekutive na dy CNN me 2 programe të suksesshme, Para dhe Pasuri dhe A2 Biznes. Ideja ishte e tillë, nga News 24 unë kalova tek Ora News. Aty mora prime time-in e madh Ekopolitik dhe 2 formate të tjera, Para dhe Pasuri, cilat ishin në formatin e Richard Quest të CNN-it. Aty ishin prap 2 projekte të cilat unë krijova nga fillimi. Pra është marka jote. Të gjitha emisionet e ekonomisë janë të mia. Janë të tua. Dhe do isha shumë e stabilizuar në Ora News, shumë e kënaqur, mbështetja stafi, investitori, çdo gjë. Kur më vjen oferta pasaj nga CNN-i, aty ishte, nuk e kisha menduar që të largohesha nga Ora News. Dhe në momentin që ata më erdhën dhe më ofruan karrierën ndërkombëtare, vizitën CNN, pjesën e networkut, ajo ka qenë e vetme gjë që më tundoja. Nuk më turtuan lekët, oferta financiare, fare asgjë. Dhe kam hikur vetëm për këtë. Unë duhet ta prekja CNN-in nga afër. Unë kisha studiuar Richard Quest për shumë vite. Dhe në momentin që
më zgjodhen executive producer, mua dhe një kolegë tjetër, ne shkuam në CNN, dhe aty unë pastaj u bëra në Atlantës, aty pastaj takova të gjithë ata të cilët ne i shohim nëpërmjet ekranit, ti aty pastaj e prek atë gjën, dhe ti kupton që ata janë shumë të ngjashëm me ty, dhe ti kupton që po ti ishe në Amerikë, ndoshta mund të ishe edhe një prej tyre, dhe mua më thoshin atë kohë, you are the Quest of Albania. Vërtet. Sepse kemi bërë diskutime, sepse Questi ishte i vetmi që lexonte pa prompter. Dhe kur unë bëja diskutime gjatë trajnimeve, thosha I don't need it. Nuk më nevojitet, sepse unë kam nevojë të jap emocionin njerëzve në momentin që ti e shkruan atë gjë, ti do kornizohesh. Unë futem në një transmetim dhe mendoj që do nis fjalin ndryshe, ta ndizet pika e kuqe dhe mbaron sigla. Unë e them totalisht ndryshe, është ky emocion që mua më mban me publikun. Dhe atje fillova të bëja, ndërsa ata ishin më të strukturuar, ata donin të kishin në kontroll çdo lloj gjëje, se kështu funksionojnë. Ata ishin institucion. Dhe i thash, prove me. Më provoni, i thash. Dhe bëra pa prompter. Një herë, 2 herë, 3 herë, ata më thonë the Quest of Albania. Dhe erdha këtu dhe nuk e përdor, dhe sot e kësaj dite prompterin. Nuk e kam përdorur kurrë. Edhe pse lexoj shifra pa fund. Do të thënë, e dua këtë emocion, nëse do të bëj një lapsus, le të perceptohet për, do të thënë, askush nuk do figura perfekte në ekran. Askush nuk do dikujt që nuk duhet televiziqimja, apo që të jetë, unë këto figura nuk i dua. Unë dua atë njeriu që njerëzit e kuptojnë. Atë njeriu që edhe po gaboj thotë më fal, okay, ti kishe të drejtë. O pra mat e ndjejnë ata kur ti e bën këtë gjë për ata. Njerëzit duan të shohin të ngjashme në tyre në ekran. Nuk duhet të shohin një figurë e cila është e paarritshme, sepse në finale, edhe pse thon ekrani është ajo gënjeshtërta e madhe, mua nuk mendoj që gazetaria duhet të jetë as gjysmë. Si e thua ti, duket shumë e bukur, po është vërtet kaq e ndritshme për te pasionit që një njeri ka dhe nuk i shikon pengesat. E kam fjalën, kur krahason sistemet mediatike në Shqipëri dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku i shikon ti pengesat kryesore të avancimit në karrierë për një grua, për një vajzë, edhe për një djalë dhe për një burr? Dizi është punë bona, ti ke punuar në media. Po, shumë kohë. Shumë kohë. Nuk ka ndryshuar shumë. Vërtet? Po. Me të njerëzit të cilët kanë vullnetin, pasionin dhe dëshirën për t'ja dalë në banë, ja dalin. Bona, unë nuk jam fare dakord me këtë gjën që gratë janë të diskriminuara, gratë nuk jam fare dakord. Mua nuk më ka diskriminuar njeri. Unë mendoj që varet nga ty gjëja që do të bësh. Do të thotë, a kam pasur pengesa? Po. A kam pasur demoralizime? Po. A më shtën mua nga investitori, nuk do ta bësh emisionin, kam thënë do ta bëj emisionin. Dhe jam përpjekur ta bind dhe kam dalë. A kam pasun, le të themi, gur që më janë hedhur rrugës time sa duash, a kam pas bojkotime sa duash. Problemi është që kjo është pjesë e procesit, jeta nuk është e lehtë, ndoshta nuk do quhet jetë. Pse është i bukur suksesi? Se nuk ta fal kush bona. Ti lufton, por kjo është në gjithë sektorët. Unë nuk dua ta prandoj që kjo gjë është vetëm në media, kam dëgjuar se në media bota është e egër. Unë nuk kam pasur mbështetje kur e kam nisur. Nuk kam qenë asnjë vajzë 1.90. Nuk kam qenë as 1.90. Nuk kam qenë as figura më e bukur e ekranit. Nuk kam qenë as më e mençur e ekranit. Por mund të kem qenë një ndër njerëzit që ka dashur më shumë ekranin, këtë e di. Kanë kaluar 25 vite dhe me gjithë ofertat që më janë bërë, nga politika, nga administrata, unë kur nuk kam hequr dorë nga ajo gjë që kam munduruar që fëmijë të bëj. Do me thënë, gjithçka është zgjedhje. Në kuptoj. Në jetë. Zgjedh ti se si e do rrugën tënde. E do të lehtë apo e do të vështirë? Do të ngrihesh me një herë dhe apo do t'i mbash ato këmbët në tokë mirë. Dhe të bësh ato gjërat e tua, cilat nuk do t'i marrë dot askush. Unë kam zgjedhur rrugën e dytë më të vështirë, por askush sa do i pasur, i fuqishëm, pushtetshëm. Shef, CEO, investitor, çdo gjë, mua nuk më ka ndalur të bëj gjërat që unë dua të bëj. Nëse unë them që kam të projekt dhe ne të dy nuk bijem dakord për ta bërë të projekt, atëherë unë shkëputem dhe gjej forma për ta bërë projektin tim. Mund të jetë një dështim, nuk ka rëndësi, ama unë e provova. Mund të humbas para, nuk ka rëndësi. Problemi është në bilancën e jetës, çfarë vlen? Ajo që lë pas. Ajo që lë pas, bona. Ajo që lëm pas. Bona, dhe unë them e kam lënë emisionin e ekonomisë. Kam bërë disa gazetarë ekonomi, cilët janë shumë të mirë. E hapa një rrugë. Mund ta kisha hapë më mirë, mund ta kisha bërë. Jo vetëm kaq,
Po ti nuk e je lëm vetëm këtu. gazetare, ti edhe sipërmarrëse, sepse ke Po. një media tëndën, një portal të suksesshëm që quhet Fast News dhe që përpiqesh ta mbash në të njëjtat standarde siç e aplikon për një kompani mediatike ku ti je e punësuar. Mund na tregosh pak të fillimet edhe sa e vështirë është për një grua të ketë sipërmarrje të këtij lloji, sidomos në fushën e medias. Unë e kam nisur fillimisht, e kam pasur portalin përpara se të filloja në CNN. Dhe unë kam bërë gjithmonë bëna shumë gjëra paralel. Je natyrë që nuk rri dot me një gjë. Ti e di. Duhet të bësh disa gjëra, patjetër. Ti e di, domethënë. Momenti që mbaron disa, shpik dhe të tjera. Sepse më duket sikur nuk kam, them ndonjëherë kur marr një gjë them boll, tani nuk dua më. Pastaj në momentin që më futet ajo në rutinë, them, po shikoj se kam dhe një gjysore. Për portalin, është shumë e rëndësishme sepse shikojsh gjithnjë më shumë gra dhe vajza që duan të merren me biznes. Dhe e nisa para 7 vitesh dhe kisha Fast News Albania, që ishte generalist. Kisha shumë punësuar, shumë gazetare kisha kryesisht punësuar, por ishte ishte gazetaria përgjithshme. Shikoja krime shumë, shikoja këto lajme të showbizit, cilat ecnin, dhe kjo gjë nuk ishte gazetaria që unë doja të bëja. Dhe në atë moment, pavarësisht se në atë moment e kisha biznes të suksesshëm, marrja gati 100.000 lexime në ditë, vendosa të merrja një vendim drastik. Unë do ta mbyllja dhe do bëja një gazetari elitare. Edhe pse kjo do më shkaktonte humbje ekonomike, sepse ne rikthehemi tek ajo, çfarë lëm pas. Dhe unë bëra Fast News Economy. Dhe nisa të bëj ekonominë cilësore, ekonominë dhe për njerëzit, ekonominë dhe intervistave, gjithçka. Nga një moment sigurisht nuk mund të kënaqesha me një portal. Dhe bëra një startup brenda Fastit, që quhej Ligjet e Biznesit. Nga bisedat që kisha bërë me biznesmenë të vendasit huaj, gra, burra, çrëncika, kisha kuptuar që mungonte një databazë për të gjitha ligjet, për kuadrin ligjor, nuk e gjeni. Dhe unë krijova një platformë ku ty në kohë reale të reflektohen të gjitha ndryshimet që bën qeveria, miratohen nga parlamenti, nga Këshilli i Ministrave dhe që hidhen konsultim publik. Dhe ke përballë, përveç se me shpjegimin ekonomik dhe juridik në varësi të ligjit, së bashku me kuadrin ligjor bashkangjitur. Dhe atë bëra dhe aplikacion, që ti mund ta shkarkosh sot dhe pa para. Pra mora përsipër që për një vit unë ta financoja nga shpenzimet e mia këtë gjë. Për t'i ardhur si një ndim biznesi, do thuash ti biznesi nuk ka nevojë, por gjithsesi ishte një inovacion që të kuptonin fillimisht rëndësinë. Nga ky moment pastaj hapa dhe unë një podcast. Tash është për Aurorën si grua dhe si nën. Ti je nën e një djali 5 vjeç e 9 muaj. Në janar bën 5 e 9 muaj, një junior shpërthyes, Tërbim. I cili ta ka kthyer edhe një herë agjendën e punëve nga e para, sepse përveç të gjitha gjërave që ti bën, duhet të jesh edhe pranë tij në rritjen e tij, dhe ne dimë që për gratë që punojnë 24 orë dhe gratë në gazetari janë të tilla, është pak e vështirë ta balancojnë këtë. Si e ke gjetur? Junior ka qenë ëndra ime. Përveç gazetarisë. Përveç gazetarisë. Unë kam dash gjithmonë të isha nëna një çuni. Vërtet. Zoti ma solli vonë, kam bërë shumë operacione, por nuk jam dorëzu kur. Edhe kur mjekët më thoshin, dorëzohu se nuk bëhet. Thasha ja, unë do bëhem nën. Kjo që nuk diskutohet. Nuk e dashur shumë një fëmijë. Dhe kur më ka ardhur, kur unë kam qenë 39 vjeç, unë dhe mjekët nuk e besonin. Vërtet. Nuk ta shpjegoj dot bona. Do të thënë ishte një mrekulli. Do të thënë mjekët thoshin, nëse dikush mbesonte mrekullit, unë e kam parë të realizuar. Patëm një lindje shumë të vështirë, shpëtuam përqime, le të themi, unë edhe i mbirë, dhe ishte mrekullia e dytë, kur mjekët prapë tha, nuk di si ja keni dalë ju të dy. Dhe ka një sigurisht. Atje lartë. Edhe unë them, ai atje lartë më do shumë. Të do. Më ka dashur shumë gjithmonë, do me thënë. Dhe junior, unë nuk arrit kur ta harroj në asnjë moment jetës time që është mrekullia ime. Me thënë, për te punëve dhe pasionit, unë do liej gjithçka. Është shumë i lidhur me ty? Është, mersi, shumë i lidhur. Është shumë i lidhur. Me thënë, akoma flektu. Akoma është që kur unë iki në emision, ai fillon dhe qan. Okej. Edhe pse unë i them do më shosh te televizori, do më presë zgjuar. Është çuni mamës. Është çuni mamës. Mua më pëlqen që është këtu kur dëgjoj nëna që thonë që shikoj se edhe pak vite do e kesh, mua më ka pa ankthi.
që si ai do rritet dhe nuk do ketë një të lidhje me mua. Unë do me thënë mua më pëlqen, shumë herë më thonë që kjo lidhje kështu është e dëmshme, është i them, nuk më intereson, përderisa unë dhe fëmia ime jemi të lumtur, mua kjo është e rëndësishme, çdo fëmijë, çdo nënë e di vetë se si e rri fëmijën e saj. Dhe unë i lë të gjitha punët për të puna, unë pasdite jam me të. Do thënë, unë e zë ditën me punë, paraditen, deri në orën 4 që ai vjen nga parashkollori. Në orën 4 unë jam me të. Dhe përpiqem që derisa ai të flej pasaj në 8:30, në maksimumi 8:30 ne kemi rutinën tonë, dhe unë pasaj të ulem të punoj. Me thënë, do na tregosh të recetën si e vë në gjumë në 9, se neve të tjerët jo, ai në 8:30 ka rutinë. Unë i kam mbrojtur gjithmonë një rutinë. Ai dhe ushqimin e ka me orar, edhe të dalin, me thënë, këtë pjesën e rutinës e ka gjithmonë fiks. Dhe në 8:30 ne lajm duart dhe me flem gjumë. Dhe 9:20 maks ai është në gjumë. Dhe unë pastaj filloj. Ka akoma fëmijë të tillë. Po nuk flen gjatë drekës, të kuptojmë. Dakor, po edhe këta tanë nuk flen gjatë drekës, po i zë ora 2-3. Jo, në 9:20 ai është në gjumë, maksimumi 8:30. Dhe kjo më jep mua lirin pastaj dhe mundësinë që unë të punoj. Do të thotë që pastaj nga ora 9 deri minimalisht 12:01 unë kam rutinë që laptopin dhe mbyll të gjithë studentët fastin për lajmet e para, përgatitjet për emisionin. Në kjo është rutina ime. Po pjesën e palestrës ku e gjen kohën? Ke parasysh ma thonë gjithmonë që unë i them që ato kafet e gjata bona unë nuk i kam. Unë edhe kafen e mëngjesit e marr kështu, e kthej, them si italianët dhe e lë. Unë drek nuk kam drekat gjata. Mua nuk më gjen në restorante. Që të ulem, nëse nuk i kam. Ti ke bërë një menaxhim kohë? Unë bëj një menaxhim dhe gjithmonë e kam pas aftësinë për të mirë menaxhuar kohën. Asnjëherë nuk kam pas kohë të lirë. Dhe mua them ndonjëherë kur më pyesin çfarë do, i them dua kohë. Nuk dua para, dua kohë. Dhe e di, e kam agjendën, e di që kush xhuner zgjohet, do ta çoj tek fugoni, do kthem, do vishem, do lajm, do bëj këto, dhe përpiqem atë një orë unë do ta gjej gjatë ditës time. Një orë, ajo është një orë për veten. Ajo është ora ime. Dhe gjithmonë them, edhe kur isha në televizion e gjatë tani, unë po zbres një orë në palestër. Është ora ime. Do me thënë, nuk do ha drekën, jo. Unë asnjëherë nuk bëj kompromis me gjërat e mia, asnjëherë. Unë jam natyrë antikonformiste, i dua gjërat e mia, i ndjek pasionet e mia dhe palestra është një tjetër pasion i madh i imi. Unë kam qenë gjimnaste dhe vazhdoj ta bëj palestrën edhe atëherë kur nuk ka pas palestra në Tiranë. Merja makinën tek liçeni, bëja vrapshin në orën 7 të mëngjesit. E vetme. Ka të bëj me mirëqenien tënde, e shëndetit, fizike, emocionale. Kur linda djalin, për shkak se patëm probleme shëndetësore, unë duhet të pija bozë, sepse nga tronditja mi iku gjiri, këto. Dhe shtova 20 kg pas lindjes. Një trup totalisht i palestruar, që deri në muajin e 7 nuk dukej që ishte shtatzan, më pas transformua. Sigurisht nuk isha Aurora, që ishe gjithmonë masa extra small. Dhe nuk ndiesha mirë. Dhe në kohën e pandemisë, unë filloja stërvitesha. Dhe i rrëzova për 6 muaj të 20 kg, fillova me personal trainer, dhe riktheva muskujt dhe çdo lloj gjëje tjetër për shumë shpejt. Dhe më shkruanin gratë. Dhe këtu nisi dhe ajo që shpeshherë unë postoj, që unë s'para e kam bërë. Kur më pyesin madje që, pse tani ke filluar, unë kam bërë gjithë jetën. Por në atë moment, kam qenë duke u stërvitur dhe më bën dikush një foto dhe më ka pjesën e shpinës. Dhe më tagon, dhe unë hera parë që e pranoj. Dhe mua filluan të më shkruanin pa fund, më shkruanin dhe gratë politikës. Sa njëra prej tyre njërë më ka thënë që sa i natë kanë gratë ty. Dhe ka njërës që më shkruajnë, ose që më kërkojnë informacione, ose më kërkojnë këtë marrim për këtë, për palestër, dhe ato sa unë di, u a them, ose pyes pastaj njerëz që dinë më shumë se unë, duke qenë se kam networkun. Dhe për këtë arsye, por që është totalisht një zgjedhje ime personale, e cila më shumë se sa trupin, mua më ndihmon për një mirëqenie shëndeti, unë nuk vuaj nga asgjë. Bëj rregullisht analiza dhe nuk vuaj nga asgjë. Plus që më ndihmon për një mirëqenie emocionale, unë jam për disi natyrë shumë e qetë, se jap ndryshe njerëzit kanë perceptim. Kur ta montojmë këtë emisionin, do vëmë një hudhër kështu me me ikon që mos të marrin më sysh. Jo, edhe nga dëshira, nuk është gjithmonë vetëm nga. Dhe për këtë arsye e hedh, po që
Në thënë është totalisht, me thënë, Dakor. për të frymëzuar më shumë se sa. Këtu ne mund të rrim një ditë të tërë, po ti ke punë, ke juniorin, ke dhe orarin e palestrës dhe ne kemi gjëra të tjera, nëse do ta mbyllje me një këshill për vajzat e reja që duan të hyjnë gazetarisë dhe sidomos gazetarisë ekonomike. Çfarë do t'u thoshe? E para mos u dorëzoni kur. Çdo gjë varet nga ne. Do të thënë ti zgjedh ajo që do të bëhesh. Ti zgjedh të jesh fitimtar apo dështak. Ti zgjedh që të jesh i suksesshëm apo jo. Gjithçka varet nga ty. Nuk vjen askush të të thotë që këtë gjë mos e bëj. Gjithçka varet. Askush nuk do të durojë asgjë. Askush nuk i ka dhënë dhe nuk i ka dhuruar askujt asgjë. Problemi është çfarë ti vendos. Dhe pse ta zgjedhin ekonomi? Dhe dyta, po jap këshillin që më ka dhënë me më kur ishte gjallë. Arsimoni. Edhe sot dëgjojmë bona modele pa fund Instagrami, TikToku, Facebooku dhe mua më trëmbin. Sepse gjen atë Izimani para në thjesht. Por arsimoni, një grua arsimuar është një grua e bukur. Një grua arsimuar është një grua me vetbesim. Dhe ku ka më mirë sa një grua me vetbesim. Një grua me gjërat e veta. Ekonomia pastaj, e para është një sektor shumë potencial. Ne jemi një treg ende i pa eksploruar, hapësirat për të bërë biznes veçanërisht gratë janë pafund, hapësirat për të mbështetur nga institucionet financiare ndërkombëtare me fokus gratë për edhe nga qeveria për objektet janë pafund. Do të thotë ti mund të provosh edhe si gazetare ekonomie të sjellësh histori në një mjedis që është shumë ndryshe nga ai që ne kemi, sot në media ke gjithmonë nga një emision ekonomie. Sot njerëzit janë gjithmonë gati. Unë kërkoj sot gazetare ekonomie dhe shpeshherë nuk kam. Dhe gazetarët e rinj vinë dhe thonë, po jo se është shumë e vështirë. Bëj të vështirë në fillim për ta pasur të lehtë nesër. Sepse zgjedhin këtë rrugën, duan dalin direkte në ekran. Ekrani është përgjegjësi, ekrani nuk është vetëm të vësh një të kuq buzësh, vishësh bukur dhe të dalësh. Sepse nëse në momentin e parë, okay, sa e bukur je, në momentin e dytë do hapësh gojen. Dhe ai është problemi më i madh. Pse sot shumë figura dalin dhe zhduken, ama ata që hapin gojen dhe thonë një gjë të mençur, ata mbeten. Sepse ekrani është përgjegjësi. Kjo gjë duhet kuptuar dhe ti nëse nuk ke diçka për të thënë dhe për të dhënë nga vetja, ti nuk del dot. Dhe duhet një moshë e caktuar për mua përpara se të dalësh. Pastaj varet se ç'a bën. Kështu që unë mendoj që sot është ambienti më i mirë i medias për goca dhe gra të cilat duan të merren me gazetari ekonomike, sepse mund të eksplorojnë gazetarinë në media, mund të eksplorojnë në biznes. Është momenti më i duhur edhe për gjetjen e financimeve, edhe për sigurimin e një page shumë të mirë, edhe për të bërit karrierë dhe trajnim. Mjafton të kontaktojnë ty apo mua dhe jam e sigurt që patjetër. Do t'ju gjejmë një mundësi sepse edhe të mësojnë edhe ecën. Prandaj nuk e thash pa qëllim. Shumë faleminderit për këtë bisedë. Ishte një bisedë me sulçën e ekonomisë, por siç e thash, ti je një gazetare e bërë vetë edhe një grua e suksesshme në karrierë, e cila beson që me arsimin dhe edukimin e duhur mund të arrish atje kudo. Të uroj gjithë të mirat, të shpresoj të shikoj në majat më të larta të gazetarisë edhe botërore, edhe të financave, sepse i ke mundësitë dhe gratë shqiptare janë të tilla, ndërkohë teleshikuesve ose ndjekësve të podcastit u lë takim në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.